Pas 2 javësh që nuk kemi komunikuar bashkërisht drejt për drejt në rrjetet sociale, për këtë çështje, pra për çështjen e kandidimit tim për të qenë një kandidat i Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës, dhe doja që të ndaja me ju, po edhe një herë të përgjigjesha disa thënieve, analizave, aludimeve, pyetjeve që lidhen pikërisht me atë. Pra me atë akt. Thonë që unë nuk kam folur me Edi Ramën për këtë gjë, dhe natyrisht këtë e sjellin si disfavorin tim. Shikoni, po e vërtet është, nuk kam folur me Edi Ramën dhe nuk është munges respekti për të. Jo, zero. Përkundrazi, unë respektoj Edi Ramën për atë që është kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë. E dyta gjë që thonë, dhe natyrisht ka ardhur, kam mbritur tek unë, e kam dëgjuar dhe unë këtë gjë, se natyrisht nuk jam i pavëmendshëm ndaj atyre që thuhen në adresën time. Erion Braçën e ka nxjerr Edi Rama, thonë, në funksion të disa nevojave që ai edhe Partia Socialiste ka në këtë moment. Jo, nuk është e vërtet. Nuk më ka nxjerr Edi Rama, as në funksion të nevojave të momentit të Partisë Socialiste, as të tjerave, as në funksion timin, pra për të më bërë një nder, për të më bërë një qok në këtë histori, as për të larguar nga kjo garë, ta themi garë, Ogerta Manasirliu. Madje kush më njeh, e di fare mirë që po të ishin këto arsyet, i pari që do të kisha refuzuar shumë qartë, do isha unë. Jo, unë jam përgjigjur një thirrje. E treta gjë që kam dëgjuar, pra që kam mbritur tek unë e thënë publikisht, kudo, po edhe në media. Erion Braçën nuk po sulmon ende Edi Ramën, edhe kjo sillet në disfavorin tim dhe unë konsiderohemi pabesueshëm pikërisht në mungesë të sulmit ndaj Edi Ramës. Shikoni, mua në këtë parti mu bën shumë vite, edhe natyrisht edhe në politik mu bën shumë vite. Nuk jam marrë me njerëzit, jam marrë me çështjet dhe natyrisht parimet që mbulojnë këto çështje edhe gjithmonë duke parë impaktin e tyre në raport me njerëzit e zakonshëm të këtij vendi. Pra, fokusi themelor janë njerëzit, po jo ofiçarët. Nuk më intereson ajo që njerëzit dhe shërbimin ndaj tyre në funksion të disa parimeve që duhet ta bëjnë këtë qytet të pranueshëm